shkulla gosht të mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi, a do qumë shtapo valë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. Përshëndetje miq. Dhe një keshat Vekov. Takojmë sot në këtë mbrëmje të 24 qershorit 1924. Ha më fillove të lutem dajko. 2026. Ngatron datat shumë shpesh. Mangët mua. Ço thon mundi? Jo, për revolucionin e Fanolit, revolucionin qershorit. Po ka është revolucioni i Flamingos tash, ka ikur Fanoli. Po Fanoli atë 24 qershor fitoi kundër Zogut, rrezoi Zogun. 6 muaj. Pastaj mori Zogu Po prapë. çon si ka? Edhe unë mos ta zë në goj Fanoli. Ta zësh në goj Fanoli. Këtë për 24 qershori. Ta zësh. Gjendi Serbisa. Agenti Serbisë e ti, unë jaj Grekut. Si na tha Pilinçi. Mua të serbi, po shne, po pastaj mua më bëri që me shitur të Greku. Shiko, më nga trojët kryeministrin e hije, nuk ka faj. Shiko, se në ditë të them që kjo ngjarje në një farë mënyrë ka sfumuar edhe protestën, paka shumë. Kushe? Po kjo që bëre ti, kjo lëvizja. Se ai erdhi shumë i nevrikosur nga Franca. Për Ramën thua? Për Ramën. Po çfarë lëvizje bëra unë, ama thjesht i bura në dukje dhe obvious. Çfarë për shkak, edhe fol shqip në lër mos ta të dukshmen, ja vura në dukje. Po, që do të thon? I thash ore vllai, thash, vajta në Sarandi, thash, takoja kryetarin e bashkisë. Po. Për qef. Po. Shkova aty kush kryetari, më tha Tiranë. Çfarë thua? Tash u vi nga Tirana takoja në Sarand. E hën, e marr çfarë ishte? Ditjavë. E mërkur. Po ditjavë, tamam. Ditjavë. Kisha në Tiranë. Unë vita takoj Sarandi, thash. Po jo, mos ka familja, aty e ka familja, djalë shumë i mirë, Olti, po si ishte në zyrë. Dhe unë se kam Olti, i thash, ore, po çfarë bëjnë ta, i thash? Se po të marrë shumë kodë, Olti djalë i mirë i gjithë mësy. Po në përgjithësi çdo bashki që kam vajtur unë, i thash, vetë ti takoj në rreth e këta në Tiranë, çfarë bëjnë ta, i thash? Ti vetë i takon këta kryetarë. Vetë i takoj Uli, por si shikoj them kujdes aty. Shkon kryesisht, çfarë bashkiet? Të parën kam takuar ka qenë Safeti, s'është më tani shkëtish në Burg. Safet Gjitsi. Ka dalë nga Burgu. Ka dalur Safeti nga Gjitsi? Nuk e di, ka dalur nga Burgu. Ka dalë, po ka dalë, është në rregull. Ti në çfarë viti je me mendje? Unë kam marrë tenderin e parë të qenëve, po do ta dish. Po. Ti ke fituar? Po, të parin. Pastaj u bë kështu modë edhe. Në çfarë bashkie të pëlqen më shumë të shkosh? Mua më pëlqen më shumë bashkia Kolonj. Erioni? Perfekt. Po e kështë zënë në gojë dhe Erioni, këmë duket, jo me emër, po e kështë këputur kunja. E kështë lënë të nënkutuar. O, Mondi, pa sa... Me një vërejtje për disa nga kryetaret e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur do të jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund, nuk janë të gjithë, por janë disa. Thash, nuk janë të gjithë, disa. E marrë vesh, po... Çfarë bëjnë Tiranë ata, që vinë Tiranë? Kanë familje, kanë shtëpi, kanë njerëz këtu. Po mirë, kush i detyroi këtë ti vendosë kryetar bashkie? Nga Tirana shkon në atë. Se detyroi njëri këtë kandiduan vetë ata. Kush kandiduan? Kandiduan, fituan. Kush? Të gjithë kryetarët e bashkive. Kandidat ti zgjedh. Jo, po si ja ka demokraci. Kush fiton primare vetë aty. Një SPD-ja. Nuk cakton njëri kryetari. Ka demokraci sa PD-ja ka dhe PS-ja? Jo, aq sa PD-ja, po thuaj se aq. Çfarë ka për të qeshur Adnan? Re ti. Çfarë ka për të mirë të thotë qeshurën tënde? Na ke bërë jetën malore ti vëlla. Jo, të qeshur ironike ti. Jo. Ka një të qeshur provokatore. Jo provokatore, por është me qëllim. Është me qëllim dhe do të lexoj një gjë pastaj që të bindesh për ditë do të qeshur që bën Adan. Kur s'është për të qeshur, po ti të qeshësh mirë. Po si, mos qesh dhe ik. Mirë bëra. Do të hequr vëmendja. Po, pse s'ma tërheq dhe mua kështu ti? Mua më do të heq nga puna, aty do po ti të qesh, po s'di mos qesh. Po ti që nga puna, po s'di të qeshi. Dhe mos qeshi me nën tekst. Atër, ja këto të nën teksti ma mbaj. Sepse kishte folur me Mondin, edhe i kishte thënë, 5 ja dhjeva Agronllakës, çfarë? Tregoi një gjë për të qeshur ai, unë nuk qesha ka stile. Adnan. Do me thënë, ky mirë që qesh me nën tekst, po dhe nuk qesh me nën tekst. Nuk qesh si është i qëllimi. Po pas ke ky është qeshator. Dhe do të lapos qeshator dhe anti-qeshator. Vazhdoj me këtë sulmin e qa do të ikte se do heqi Merimanga ta tani në stin e verës, se mund të pickojnë njerëzit se ti shkon. Ha mo ti hëtë jo po të heqi gjarë prind. E ka për këto ma.
O, Mondi, po pse më ngatron, shejtan? Po nuk të ngatron, Mondi. Po, Mondi, më tha, do e mos e kime merr një lajmin manga, drejt për së drejti. Po, si ta marna mbrapa. Po jo, bësh në kuptim figurativ, këto shtylla që kanë kështu dhe internet, dhe korrent, dhe telefon, dhe ashtu, dhe kështu, dhe telaroba, janë bërë si vjeta me më, do i heqim ta. Të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta. Po do marrin fund njëre mirë këto? Fund nuk e di do marrin apo jo, mund të marrin dhe fustan, nuk i dihet, varet çai shkon si pas. Po mua pangallona edhe të shkurtra mundësisht. Se po këtë që i këshën të Ramës atje, që për ty thonë që je Godfather, kumbari. Godfather. Nga këta mafioz, kumbari, mafioz. Nafioz. Mafioz, jo nafioz, jo po nafije. Ma, me më, ma. Si mamaja, po mafioz. Mafioz. Po. Mafioz. Si daj kuafëzi që kam pasur unë, po mama dhe afëz bëhet mafioz. Dhe u kamberi shtjetër është vaj mamas, daj kuafëzi që në tave. E kutova. Dhe, tani faktikisht, je thuet e Ramës Dajko? Ja, more Dimitri. Ti, Muqi. Po ja si u përgjigjet e aji më përqeo. Kryeministri Edi Rama ka mohuar të jetë kumbari i Shqipërisë pas javësh protestash kundër korrupsionit, të nxitura nga zhvillimi i një resorti luksoz të lidhur me dhëndrin e Donald Trump. Kështu nis artikullin gazeta prestigjioze Financial Times, e cila shkruan se revolucioni i flamingove u nxit nga zemërimi publik për projektin e planifikuar të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në një ishull dhe pranë një rezervati natyror të njohur për flamingot e tij. Njerëzit thonë se unë jam udhëheqësi i të gjithë kësaj. Unë u them atyre fuck you. Kaq e thjesht, tha ai për Financial Times. Nuk është puna ime të provoj se nuk jam kumbari, është puna e tyre të provojnë se jam kumbari, shton kryeministri i Shqipërisë. Ka shko, Mondi. Se ti je... Fuck you është, Dajko është... Po, ti e anglisht përdorës. Vafsh në djallë. Vafsh në djallë? Po vafsh në djallë, pëse do t'jetë kështu? Se do t'a shtysh që të vej në djallë. Edhe ata të protestës ju përgjigjen po kështu. Fuck you tu i thënë dhe këta që... Vafsh në djallë vetë. Se tu i thonë vetë, gjithashtu. Po, gjithashtu vetë. Mirë, por pëse me të zori fleto Flori? Po se nuk është ta më vafsh në djallë, është më shumë vafsh në partinë. Ka Mondi? Vafsh në partinë tënde, vafsh në PS. Seriozisht do? Ja. Ajo, kështu i në anglisht, fuck you. Po ti, atë? Po sa e rëndë që që. Po më bëqeo dhe doktori. Se isha po pje kafe me Adnanin. Qeshi me doktori. Në tekst ky? Jo, qeshi me doktori. Qeshi me doktori? Me doktori, sepse doktori ti e di që... Ja, sa të araj Klodi që qesh me doktori? Jo, Klodi e puth. Se i thot më bën mirë, se nuk duhet të harroj. Kollaj. Mos ma iq nga vëmendja doktorin. Ja, dëgjojnë që. Përsëri përshëndes vjetra mira qytetar, të cilët në kushte të jashtëzakonshme të një vape të papar, mbushën përsëri dje rrugë dhe bulevardet e Tiranës, duke kërkuar largimin e menjëhershëm të narkodiktatorit. Edi Rama nuk sillet si padrino, shumë më keq se padrino. Edi Rama konsideron Shqipërinë një sultanat të kohrave të shkuara, në të cilën vetë ai bën sultanin, gjykatësin, policin dhe çdo funksion tjetër. Edi Rama duhet largohet 1 minutë më parë. Na kuptoj. Edhe Adnan tani, prit tani do më lësh? Kishte qeshur prap ky. Se tha ky që protesta kështu, edhe tha nuk, kur sa mbaroi Berisha, filluan të bërtisnin ata të protestës. Rama mbull, Berisha mbull. Po se di sa bërtitën, pa Mondi. Unë dy të them ka gjë. Se unë jam observant dhe shikoj sa gjëra që ju ndoshta ju humbiste. Jo, je observant. Jam observant, shikoj gjëra që ju humbiste. Partisë Demokratike këtë muaj do i vej fatura e korrentit mbi 50 milion lekë. Po pse?
Po sepse tha vetë në këto kushte vapet jashtëzakonshme, po ka 20 ditë që del me pullover në konvenit për shtyp. I bika lënë kondicionerin tërë natë ndezur. Vetë plevit atje. Ose je budalla, ose je i çmendur. Se? Po ti nuk dëgjon se çfarë thot nga goja, i shikon se çka ka veshur. Po, me të gjata. Në këto kushte vape me të gjata? Po është 87 vjeç o Flori. E çka ka ftohtë? Ka ftohtë. E ikëm valej këto. Mbërdi. Po ikëm mbërdi tash, mbërdi ai tash. Po mos harro që tha direkt. Unë ta jam për ndryshime të jashtëzakonshme, edhe këto ditë jep dorëheqjen doktori, largohet përfundimisht nga politika. What the fuck? Qa do më thënë what the fuck? Çfarë në djallë? Çfarë në djallë? Do ikë, nore! Ku do vej? Do të rëzoja të shprejnë që thotë që kur ulesh ethe të koltuku dhe të krevatit, e ke parasysh nuk e lëshon njeri krevatin, atë koltukun. Nuk e lëshon njeri koltukun kollaj. Se ky është kryetari opozitës që do bëhet kryeministri i Shqipërisë. Në çfarë viti do bëhet ti? 2000. 3000. 3000. Në rregull, kupton? Po në ana tjetër, se ti e di që Adnani këto kohë është bërë me PD-n. What the fuck? Pa fak fare. Adnani me PD-n? Adnani me PD-n, Mondi me PD-n. Mondi me PD-n? Po i paguan Klodi, Farë në djallë? Klodi Blu. O, Klodi. Po se diskutani që Mira Grom tha mua, po a i Rama yt tha, pse nuk e lë koltukun? Akuzoj mua. Ka koltuk Rama? Thash lidhje ka, po pra, i thash. Rama ka një karike kështu të zezë nga Po, Adnan, dhe ka karike. është karike. Edhe, po pasaj se te kaloj. Eskaloj biseda. Eskaloj. Se tha, ata mendoj për bythën e tyre o agron. Më tha mua, Adnandi. Por ne për bythën tonë, ta ku do mendojmë, banalitet nuk dua, i thash. I bërë ta kesh. Po jo, më se ka pasur që ne do kemi ne koltuk në njëra, do regulojmë. Në këtë kuptima, për këtë ke patura. Ere me tje ka. Po mirë, e dërgova Sonin, no. Kja urdhra. Qa? Për bythën. E Adnanit? Jo të të gjithë. Si shpikohet të shqiptarit nuk e lëshon koltukun, vëllaj? Ka që omën është koltukun? Berisha jo njërë. Madje vdes që ta uli dhe njëri bythën koltuk. Rama e do koltukun për neve, nuk e do për bythën e ti. Për kënejë. E është të gjithë Shqipërit. Po për bythën tonë, që do bëjmë neve? A duket sikur dhe protesta ka marrë rrugën e bythës, kjo është pyetja për sot. Edhe për lëvundit, edhe protesta po lëvundit. Se u duk me furit madhe, po unë jam mund. I fusim me i gotuj? I gotuj ftot, të pesim 2029, jo për para Romojat. Problemi është se ata nuk e lejnë të qërkoltukun. A, nuk e lejnë, thonë juve? Po pse Rama, do vetë të tani? Bërë një përshtypje i Dritan Hoxha, kur tha që po nuk me datiste 6 dhe e qenë qapë ata që janë vu. Duke sa shumë i shishëm ai koltuku. Unë se kam provuar një herë, po ta provoj, do të them. Po Rama nuk e do për vete, e do për ne. Se besoj. Protesta është në rrugën e duhur, pra si çmis ka këtu pas. Që mirë sa nuk e merr mend. Pse do thosh? Që fukarëllek, çfarë nuk ka këtu, çfarë nuk ka. Gjithë ato vjedhje që janë bërë, ata të gjithë për në burg janë. Ka që omën është koltuku? Po si çka emër ti ku jeton ti? Edhe Berisha vdes ta uli prapanicën koltukë. Pra, Po vdes? Kthejmë pra, po flasim vetëm Po çka i që nuk e do koltukun? Thonë një moti, dhe një që bën xhiro këtu. Rama do koltukun për të mirën tonë, nuk e do për bythën. Jo, do për bythën e tij, disa miliardë ka vënë ai. Si ka parë që nuk flitet çu, se mund të thosh ul prapanica. Prapanicën fal po. Si prapanica është e imja, karrika është e jotja. Ti do me bo revolucion, do me bo agjigami, që fajt ka kujtim gjuzi me Tiranës të... Mos ndoshta dhe kjo protesta ku shqiptarët kanë varur shpresat, po shkon për lesh, më falë për shprehjen. Unë s'jam ja nuk shkon. Për lesh nuk shkon. Unë do me thënë që kjo situatë është shumë e brish, shumë e troubull. Të të vjedhish, e të masakrësh, e të vrasësh, e të shumë, e ne të kërkojsh prapë se prapë. Mos ashtu, unë nuk i bie mas një lloj kategorie. Ka që omën është koltuku? Po është jo më lagë ligjajt koltuku, është që kjo më lënësi. Po do zbritur si ai na kali. Berisha jo, Berisha vdes ta uli dhe një... Po ka është mirë të ty, jo njëri. Shqiptare nuk e lëshon koltukun, sepse ja ka një lezetin. Koltuku i ka gjitha të mira. I ka gjitha të mira koltuku. Sjell parën, sjell ekonominë, i sjell të gjitha. Parët janë ekonomia. Dhe për ne nuk e lëshonoj. Po për bythën tonë, kush mendon? Kush?
për bjuthën tonë? Ma fali këtë ti që shka një, dy bjutha. Je drejtori, unë jam drejtori përgjithshëm e Fikov. Hiq bjuthën tënde. Kjo sistemi, ti në qovë se do është ndryshu sistemin është tjetër problem, ose ke 34 vota, me parlamentin ose ble dhe vota tjera aty, kthehe dhe bën mbret si që bërë zogu. Bën mbret dhe jej për jeqën. Rama nuk e do dukun për bjuthën e ti, e do për neve. Për ke? Për neve. Ke për neve? Në që se edhe në për ty, që për muja. Po thot që do në atarsoj bashkimi? Janë jam marrë rrënë atë. Jo, Berisha nuk e... Po janë marrë bashkë e mut atë edhe atë. Mos duket sikur të protesta ka marrë rrugën e bjuthës, mbaj për shprehje. Gjyshja ime ishte nga 40 vjetë, është qikuriku era Barutit i me ardhe Ramutit. Dhe me që përflasim për gjyshet, në gjithë botën i thonë uj me dzidza, uj me gaz. Në Shqipëri i thonë glina. Glina. Dhe s'ka munguar të në çdo fest, gëzim, që nga koha e gjysheve. Të mos harojmë, është pjesë e tavolinave tona, është pjesë e dashurisë tonë, është krenaria jonë, është trashëgimi brez pas brezi. Dhe kurajo. Se ka një emër shumë të bukur. Glina. Pas kësaj ka publicitet. E gjitha kjo protest, madhështore, të paktën deri të shtunë, pastaj filloi që të bjerë pjesmera, filluan këto rrymat, një ashtu, një kështu, këto ande, po këtë pra një farë mënyrë kjo përzirje e kauzave, sikur e ka trazuar pak sa. Por faktikisht, shkak ishte Zvërneci. Zvërneci Greqis. Zvërneci Greqis. Qësh kjo Zvërneci Greqis? Do fillon i thotë kuksi Greqis dhe në fund. Po që gjë Greqis? Edhe kuksi Greqis është. Po Zvërneci Greqis është, se atë e flitet greqisht. Pse habit është? E dëgjove ti atë... Këmë? Atë mo, Elino Alvanosin. Atë mo, Vorja Pirjotin mo. Qësh? Po që foldi mo, greqisht mo, muqi. Qa tha? Ja mo, hajde mo. Ati që ndimera irta mi do uali, u e dirama si që fer astronomia të shivali që sta pefka, mesa, që vjene astronomia ta pefka. Tu peda që i të naftu, tu pedi, tu travisa në zvara apu i që, me hrido pera. I do jenisam, që i do dha pithanume. I ne tu papuzmu, pro papuzmu, që i mis, që ta pedjamu, i do dha minune. Afto zitame. Dhim bëri në ambi kanenat. I dashur zotri, më falë, për parës të ndyrit dhe e kagoni, më dëgjoj me vëmendje. Në qoftë se je shqiptar që ke jetuar vite në Greqi dhe ke haruar Shqipen, okej, në rregull, nuk kam asgjë personal me ty. Në qoftë se je grek, ose në qoftë se je shqiptar që po përpiqesh të thuash që je grek dhe janë tokat e tua aty, më lejo ta kthej greqisht, e njo greqishtën më mirë nga ty dhe nga shumica e grekërve. Ana su mus. Vazhdojmë dhe pika tjetër e shfaqjes. Dhe po e preve këtë do jap dorëheqjen për kokë të mamas. Jepe se s'të leon ç'është. Po le, pa të plerën na tregon ai do të bëj na doli dhe Zvërneci grek. Mondi, mba përgjegjësi, unë ka i di. Mbaj unë përgjegjësi, mbaj unë përgjegjësi shkeni. Unë jap dorëheqje për veten time. Më fal, unë jap gojëheqje. Ç'pun e dikti? Ku të vetë? Do me thënë mos u merr me këtë temë. Kalo te pika tjetër emisionin. Tani, një nga elementet që më troqi vëmendje sepse realisht një protest sido që tjetë është një lloj këmbane, është një lloj tingëllime edhe për qeverinë. Të paktën po themi, nuk besoj se sidomos për aftësinë që ka Rama për të vëzhguar, për të parë, duhet ta ketë parë këtë zonjë, këtë nënën me fëmijë të vogël që sinqerisht u emocionova. Sono ottimista da vedere che una fa tutto è ciò che sono da ciò ma fatto per te anche dan scatti da risfamil per che se mi lecce bien che perché se mi lecce c'era ma non cavo ler ma non cavo ner io cavo la mleve da paratau sta faccio ai ma la sai che se mi dici se vuoi passare mi do grazie sto che niente si scappa io se E rëndishte, gjithsesi,
pavarësisht se vajza kërkonte zgjidhje me patjetër që unë marr 400.000 lekë dhe hiqe Ramën ti, se po hoqe Ramën, nëse do marr 500.000, 600.000, apo 1 milion. Kështu është ekonomia në Shqipëri. Në prizë, po, jemi një vend relativisht i varfër, jo me ndonjë ekonomi. Nuk të vë faj, se shikon nëna të tjera që ndoshta nuk përpiqen fare dhe i kanë të gjitha gjërat shtruar, sepse ish marrë buri me diçka, po ish marrë vllai me diçka, se kanë zënë pozicione kyçe, gjëra kështu. Nuk të vë faj. Po kjo është Shqipëria. Nganjëherë kafshojmë më shumë se ç'mund të përtypim. Ashtu. Nganjëherë dhe nuk po them për rastin tënd. Përpiqemi të bëjmë mënyrë jetese të cilën nuk e përballojmë dot. Ky djali këtu ka fituar drejt studimin në Kinë. Pa lekë fare. Me bursë plot në Kinë, nuk pranoj. Ishte aq e vështirë sa që unë ndjeva sikur Kina më rambi supe. Po, mundi. Ajo vajza që, jepe ata. Unë vi nga qyteti i Shijakut, mbas gjimnazi ndoli e drejta studimi për në Amerikë me 100% bursë, por vendosa që të mos shkoj dhe të qëndroj këtu në vendin tim. Por gjithashtu i premtova vetes që nuk do të bëhem pishman për një zgjedhje të tillë. E në fakt, tani vite më vonë, shqiptarët po tregojnë që ka ende shpreh. Le të vijë zemërimi i shqiptarëve për mbi kryet të zuzarve, e le të tkurren nga frika, ashtu siç ati që i dugej media si zot ati kryeministri, po zvoglohet i gjithë i trembur. E ta dish Rama, ai këtu ku ke hypur duke hequr nderën zvarr, as tre këmbë si çepardita, varet kombi në lidar. Sa bukur e citoj. Fali shumë bukur. Nuk ka faj, një student që i del 100% e drejta studimit, me bursë të plot, po dhe nuk shkoj. Dhe sikën? Nuk do atë deon. Do atë deon. A deo duhet shumë Albano. Edhe ti për shkakun. Ja dhe dashur. Do kisha ikur me 20% bursë, më jepni do kisha ikur direkt. Po kjo është këndvështrimi. Po më vnese. Po ti për shkakun ti do ishe diasporist tani. Po. Ha? Isha. Apo s'do isha? Ku t'i gjoni shpet? Diasporist, o quesh? Diasporist? Unë diasporist quem kështu që më the vetë. Në Saranda, je i brëndshëm. Do ishe diasporist? Jashtë. A këta që rritë në balkon? Jashtë, jashtetit, të i për jashtë në fare. Se jashtetit? Po jashtetit, këta që këtu brënda dhe... Faktikisht, se në ata një gjë, se të gjëva indit Berishën që ta... Qa në? Po sa ashtu që je kokre idiotit, mos e gëzoj jetën. Ore, nuk ata diçka politikisht, ore, përdorimin e protestës, ore. Doli doktori tha që ata i futa unë, tha. Ishte protesta blu, protesta blu, tha doktori. Po, e ta ke kapi Erioni. Po e kapi, ore, shumë është... E kapi, si shë nuhat e tia i e kapi. Po, ti kapi disa element që përdoren si metafora për të dhënë të kuptoj. Dëgjoj. Në emër protestës e duke u hequr si organizator të tyre, po flasin shumë, sot foli edhe Sali Berisha. Tha që protestën e Çtunës e kishte organizuar ai. Ajo që ishte aty, nuk ishte diaspora kuqezi, po ishte diaspora blu. Në fakt, Sali Berisha ka edhe të drejtë. Partia e tij është në protestë. Sali Berisha e ka një qëllim që flet për protestën si protestë e tij. Ai do ta marrë e do të përdorë protest. Pjesë. E ka gëlltitur atë thirrjen Berisha në burg. Po ata që kanë në Shqipëria të në protest, janë të njëjtët që ishin protestat e dhunshme. Dhe po presin. Qartësisht fare ultin. Ku do ta bëjmë këtë gjë? Shkëllimën. Erion, dëgjo, e para ta fillojmë me përgjigje Erionit. Të keqen vllaj, jo nuk di këtë përgjigje. Të keqen vllaj, por bën ato video kështu, mos e ul telefonin kështu se nuk ka kuptim të dukesh si gjatë, dim gjithë je i shkurtër. Ve kështu se na çoj çapa. Po na kaputi çapa, po na çfarë është bullizim? Po ne ti ashtu ka dëshirë ta mbaj. Po ve telefonin tamam. Çfarë do ty? Telefonin këtu. Ora ç'të duhet ty? Të kam thënë mos u fut hundët në punë botës. Mor çojë telefonin, çfarë të pyesun ty tani? Leri mos ora. Unë. Çfarë ka vesh të tjerave? Çfarë ka protesta diçka të veçantë që tregj vëmendjen? Çfarë ka? Ka disa gjëra, po këtë do t'i them. Më po karisi. Po karisi. Karisi, kjo protest karisi. Të tjera s'kan pasur, si s'kan. Dhe ja të them një gjë, Albano. Dhe ja, shiko. Dhe ja të them. Të pi një glënd kafe që mos ta shëtet. Dhe ja. Dhe ma thuaj. Unë nuk të them të elmoft. Sepse do të të plastuno avokat. Dhe ja të them një gjë. Dhe ja. Karisi. Si analizoni këtë protestë të organizuar, që protestë pastër qytetare apo me ndërhyrje?
Ja, është karisi. Nuk ka ndodhur në Shqipëri. Ade tjetra, edhe në shpjegimin politik, shiko, Rama është piktar, nuk është... E diti para 8.000 vjetësh, më falë të ndërpret, para 8.000 vjetësh kur shpik Rota, ka qenë avokati aty. Pa, edhe mori Rot. Rot. Kjo Rot karisi. Karisi. Dhe gjë shpjegimin. Ja, kjo më pëlqen për këto zbërtimet. Rama nuk vjen nga shkencat e sakta, vjen nga arti figurativ, vjen nga piktura. Që do thot? Është raporti midis konceptit dhe ngjyrës. Ma e thonë, do thoni ju nga e zjerun, po ja të shpjegoj. Shpesher dashuria midis një burri dhe një gruaje, ose një djalë dhe një vajzë, po një burri dhe një gruaje është më ndjeshme nga fjalët e bukura erotike të burrit, se sa shtrati. Pyeti në keshat, po së thëmë shumë. Urdhra. Kështu thoni ju që s'bërin do gjë në shtatë, kështu thoni, që më shumë vlerë... Ja dhe shkenca dhe praktika revolucionare. Më shumë, po e dëgjoj që ta, më shumë vlerë ka fjalët e bukura se sa qa bën markë në vërtetë. Po ka nga eksperiencë e vetë, tu qa të duhet ty më? Ka nga, atë thash, këtë nga eksperiencë e tia, ju që s'za shuni, do ta shuni, flisin shumë. Pi kafe. Nes kafe azera, e tera dhe bera. Po dëgjoj mua, po merë lartë atje, ik në surreli lartë në surrel. Po. Shkoni, bleni televizorat në Surel. Botrorin, në Surel, thot, në Sauk, ere tajko. Në Sauk, se manzore, kafe na unda. Në Sauk, mos i thuaj më gjamë dhe këtë kasmas. është prej gjami. Pazar elektrik. Tregu elektrik. Astoria. është treg, mo nuk është pazar, është treg elektrik. Astiri, mo qash Astoria, mo. Astoria është lagjën. Bikalinjo, zona Astir. Manatën. Po ju lutem që nga torë me adresat. Kuto në internet. www.ozon.al dhe brenda 24 deri në 48 orë, qameti 72 orë, ju vjen porosia në shtëpi që keni porositur, fiks që keni para ty në internet. Dhe përfitoni nga Frederes, Ozon Electronics, jetoni më mirë duke kursye. Hajde Ormondi. Se po zhjesha me Adnanit. Kolliti kur fola unë. Kolliti dhe Qeshi. Që e diktatur në punë. Qeshi. Që është pedant. Po, unë kujtore dhe rastë. Pedant, ore, do me thënë shtypës, si nuk i lë njerëzit të qeshin dhe të shprehen. Nëjse, gjotani, edhe folë në shu se... Qeshi kjo kur fola unë. Adnani. Po, se i thash unë që a e zotron protestën në Rama, faktikisht. Si? E zotron. Ka ata? Si? Me dy bitë. Logarisht në gjëgjë, masë në gjëgjë. Patronazhistë dhe? Shërën emrat. Ata që bëjnë letra e kështu dhe? Të keqen sa të thjela në dhe jo tani ti atë të qeshurën e Adnandit me nën tekst ka që në vitin 1988 që gjërat të tilla nuk tolerohen më. O lezoj vëdhajt në 88-ën mo, letë, që më thënë... Kotë Shokut Ramis? Konë në Shokut Ramis, bashkëpunëtori, patronazhisti, si i thonë ndryshe, AGBV-ja, Besnik, me pseudonimin, dëgjohet tani ti. Informacion, mbi disa shfaqje të dyshimta të mendimit në ambjentet e përditshme. Njoftoj se gjatë ditëve të fundit në bisedat të zhvilluara në vende të ndryshme, disa persona kanë shfaqur pakënaqësi të fshehur dhe të maskuar me forma humori. Njëri prej tyre është shprehur se bukën e gjen në kollaj në fotografi se në dyqan. Në pamje të parë, kjo duket si shaka. Por nga analiza e thelluar rezulton se mund të përmbajë element pakënaqësie ndaj suksesit ekonomisë socialiste. Një tjetër person është dëgjuar duke thënë se radha ecën më shpejt kur nuk pret asgjë. Edhe ky konstatim megjithëse i paraqitur në formë humori mund të ndikojë negativisht tek masa njerëzve që presin me optimizëm në radhë. Nga vëzhgimi rezulton se këta persona kanë pirë kafe së bashku dhe kanë qeshur, si rasti Adnanit. Disa herë, nuk përjashtohet mundësia që qeshja të ketë qenë e organizuar. Gjithashtu, u vurese se njëri prej tyre, kur u pyet nëse ishte i kënaqur, u përgjigj. Po, sa më lejohet. Kjo përgjigje kërkon verifikim të mëtejshëm, pasi nuk saktëson nivelin e kënaqësisë. Nga sa më sipër krijohet bindja paraprake se elementët caktuar po përpiqen të përdorin humorin si mjet për të fshehur mendime që nuk i shprehin hapur. Për këtë arsye propozoj të ndiqen më tej personat që qeshin më shumë se mesatarja.
të evidentohet kush fillon i pari që qesh. Në këtë rast, Adnandi. Të sqarohet nëse batutat janë spontane apo të para përgatitura. Me thënë që është spektakl improvizim apo kaskenar. Të mbahet në vëzhgim çdo person që deklaron se nuk ka asgjë për të thënë. Do të vazhdojnë ndjekjen e situatës dhe evidentimin e personave që përdorin humor të tepruar. Ata që nuk flasin mund të jenë duke menduar. Ata që mendojnë duhen ndjekur. Besniku. Ore shoku Enver, të vinte dhe njëra, po, baja 4 spion. Ne që themi gjërat me humor, rezultojmë në Hamburg. Jo, qesha Adnandi, mos qa bjuthi. Po dhe ne themi gjërat kështu që... Me humor, po qesha... A i duhet ndjekur që qesh, ne nuk qeshim. A i qesh, ne që themi për shumë që bugën më kollaj e gjërë në fotografisë... ti fletë seriosisht, a po ta thoshe me të qeshur, do ishte ironike... Nësa, kur e thua seriosisht, ta përmi direkt. Edhe unë thoshe në fillim fare që e qeshur ati ishte mbi mesataren. Se po të qeshte normal, s'do dyshoja. Gjithmon kam dyshuar të këta që kanë mesatare të lartë. Dëgjo, të fundit fare. Ti je intelektual apo hamal? Hamal. Se më ke thënë intelektualet, se që kështë thënë Spartak Gjela, atere kanë femër brënda. Ja. Që jam hamal. Ja. Po a shumë the? Ja. Që thënë Spartak Gjela. Ku qëndron ndryshimi midis intelektualit dhe hamalit? Tashi, në profesion. Sepse hamali i lanë duar për para se të bëj shurën. Intelektuali pasi bën shurën. Kush është më intelektuali? Kjo është çështje eksperience. Ja. Dallimi mes intelektualit dhe një hamalli është se hamalli i lanë duart para se të shurroj, ndërsa intelektuali pasi ka shurruar. Ose hamalli të shumë pek me duarët dhe ko. Prandaj i lanë duart i pastroj. Prandaj e hamallti ja. Po për këtë dhe të tjera s'ke parë gjë akoma, Albano. S'ke parë gjë akoma. Po? Çu? Çka ka për qeshur Adnan? Po mbaron... Qesh një mesatare. Qesh një mesatare. Ishte gjithçka për të mbrëmje dashunik. Qesh një nën mesatare. Te quiero. Bi mesatare. Natë mirë.